Musa alayhi salam ka thënë Rabbi, mëson diçka që moj me të përkujtu ty edhe me të lut ty me ta. I ka thënë Allahu azza wa jall, thuj la ilaha illallah. Ka thënë Musa alayhi salam, la ilaha illa ant. Tham la ilaha illallah. Po këta thojnë shumë prej robëve tu, po du diçka që me më privilegju mu me ta. Musa alayhi salam. Ka thënë Allahu azza wa jall, o Musa, thuj la ilaha illallah, se mi qit 7 palqie, e tokët, me i vendos një anën anë, edhe me vendos fjallën la ilaha illallah në tjetërën anë, i qënë pezëll fjallën la ilaha illallah, qia dhe tokën, krejt komplet, për vlerës sajna. Kjo është vlera e fjallës la ilaha illallah. Por fono musliman, për ata që dojnë me njoft hadithin, pjesa e fundit e hadithit ka ardhe gati njajta me Nuh alayhi salam. Por ata këta hadithe e përforcojnë janë tjetërën edhe lejohet me u tregu njerëzve këtë hadith me lejen Allahut azza wa jall. Sidomos kjo rreth fjalës la ilaha illallah, që 7 palqie mi qit një anan, edhe tokën, edhe me vendos fjalën la ilaha illallah e çon pezë. Kështu që thuni shpesh o musliman, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu azza wa jall më mëson me ta shpesh.